ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Atë falënderojmë për t'i falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirën pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo muslimanin që e ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta të ditëve të shtuna, ku jemi me vargun e ligjëratave mbi veprat e zemrës. Përfunduam disa vepra e tani do të vazhdojmë me lenin Allahu subhanahu wa taala veprat të cilat na kanë mbetur për të kompletuar veprat e zemrës. Jemi tek vepra e rëndësishme e besimtarit në raport me imanin, dhe ajo është frika për Allahut subhanahu wa taala. E paraprim shpresën, nga sa Allahu subhanahu wa taala e ka paraprim shpresën në Kur'an, dhe e paraprim që besimtarit ketë një lloj motivi që shpreson rahmetin Allahu subhanahu wa taala, dhe të jetë ajo e cila mos shumti anon tek besimtarit jetë shpresa se sa frika për Zotin xhel xhelal. Përfunduam definicionet për kufizimet, shkallat e frikës për Allahu subhanahu wa taala, rëndësia që ka kjo në librin e Allahut dhe sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. E sot do të vazhdojmë sikur që kemi zakonisht planin e ligjëratave dhe agjendën, që të flasim se si të bëhemi për njerëzve të cilët i kanë frikën Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, të realizosh islamin dhe tauhidin dhe imanin në Allahun subhanahu wa taala nuk është çështje muhabeti, llafe edhe bisede e as ligjërate, por është jetë, është damar, është mish, është shpirt, është sakrificë, është vetë jeta të cilën e jeton besimtari. Andaj në baticat dhe zbaticat, në lehtësimet dhe vështirësitë e jetës, besimtari udhton me imanin e vet, me tauhidin dhe islamin e vet. Andaj njëra prej përbërjeve të këtij imani është edhe frika prej Zotit, frika prej Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund paramendohet një musliman që si tutet Allahu xhel xhelalu. Nuk mund paramendohet që një musliman ka mundësi të realizon fenë e Zotit pa ju tut Allahu subhanahu wa taala, nga sa ajo e cila e shtyn dhe e nxit muslimanin që ta kryen farzin, që ta lën haramin, është frika prej Zotit xhel xhelalu. Para se të vazhdojmë në sebepët dhe rruga dhe mënyra se si arrihet që njeriu të bëhet prej atyre të cilët i kanë frikën Allahu xhel xhelalu, megjithëse në sebepin e parë do ta kemi shkarkimin e muslimanit nga çdo frikë tjetër përveç frikës prej Allahu subhanahu wa taala. Duhet të ndalemi në një çështje e cila ka të bëjë vëllezër me shkarkimin e muslimanit nga adresat e gabuara. Çka i bie kjo vëllezër? Muslimani vëllezër duhet me jetu vetëm për hir të Zotit xhel xhelalu. Kjo ka mundësi si cili prej neve e pretendon, por në jetën e vet ka mundësi nuk është ashtu. Besimtari vëllezër duhet shkarkohet nga animet, nga partizimet, nga grupacionet, nga grupacionet të cilat kanë mundësi mi azan atina të pamurit e fesë Allahu subhanahu wa taala. Muslimani vëllezër është i shkarkuar nga këtë këto. Muslimani e ka gojën vetëm të Allahu xhel xhelalu. Muslimanit i intereson vetëm adresa e islamit. Muslimani brengën fillim e mbarim e ka ummetin e vet, ummeti i cili përbëhet nga adresa e islamit, jo edhe përbërje tjera. Mu për këtë arsye vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kishte edukuar sahabët e vet në medresën e parë më të mirë, për të cilën ka thënë gjenerata e jema, gjenerata më e mirë, nga se për çfarë arsye vëllezër, përveç që kanë jetuar me pejgamberin alayhi salatu wasallam, ata janë të shkarkuar nga çdo anim. Ata nuk e kanë ngajle kur të vjene e vërteta, kur të jetë diçka e drejtë, mi ia thonë edhe babës vet. Kur të jetë diçka e drejtë, mi ia thonë edhe evladit vet. Kur të jetë diçka e drejtë edhe e beson si të drejtë, ai ja thot kujna, ai ja thot edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ai e ka mësuar me jetu për të vërtetën. Shikoj vëllezër në marrëveshjen e Hudejbiyes. Në marrëveshjen e Hudejbiyes vjen Omar ibn Khattabi radhiyallahu an dhe i drejtohet njerit më të mirë të tokës, Muhamedit alayhi salatu wasalam, të cilën ka pas pejgamber dhe prijes. I thot: "Ja Rasulullah, si ka mundësi ti më shkruaj këtë marrëveshje, ndërkohë që këtu ka nënçmim për neve,
ka nënçmim për besimtarët. E kështu me radhë, dhe kitë kjo dhe çfarë argumenton? Pavarësisht se e kemi shpjeguar se si arsyetohet dhe se si shpjegohet kjo çka e ka bëu Omer Khattabi, por këtu çka vërehet shkarkimi i sahabëve nga çdo lloj animi. Nuk e ka ai në mendje se unë duhet me vepru në bazë të asaj se çka ma dikton mua grupi apo adresa. Ata e kanë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë vëllezër po e vuan umeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ti e sheh se një musliman, si nuk e ka një musliman tjetër vetë se nuk ka një grupit vetë. Ti e shes një musliman i cili e shan një musliman tjetër pa asë një loj frike për Zotit vetë se nuk ka një grupit vetë. Dhe kjo vëllezër e ban çfarë? E ban që muslimani mos me jetu për Zot. Kjo s'është të jetu me për Allah. Muslimani vëllezër duhet me da çdo musliman. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ummeti janë si një trup. Ummeti janë si një trup. S'ka thonë grupi jot, grupi jam. Ummeti, këtë musliman janë si një trup. Nëse ankohet një pjesë e trupit, të da alehu sairul jasad, këtë trupi qohet në kam, pse ati dhimt një gisht. Apo, dhe ti sot e sheh për shembull, kur ka një vujtje, një pjesë e muslimanëve, nuk qohet këtë trupi në kam. Për çfarë arsye? Sepse e kanë ndarë trupin copa dhe mundohet gishti i vogël mu bë trup vetveti. E mundohet dora mu bë trup vetveti. Por s'bën ato vëzër. Dora duhet me inet kujna, mi u bë tabi trupit, mi u bë tabi kokës, mi u bë tabi këtë tërësisë së ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj ti e sheh sot vëzër se sa e vështirë është bë me jetu për hir të Zotit pastër, veç si musliman. Hap në vëzër Kur'anin në surën Al-Hajj, ajeti ku Allahu subhanahu wa taala e përfundon surën Al-Hajj. Allahu subhanahu wa taala në surën e 22 me radhë, surja e Hajjit, e cila surja e mbledhjes këtë muslimanëve. Nga se muslimanët nga 4 anët e botës, nga krejt sipërfaqja e tokës ku ka musliman, mblidhen në Hajj për ta bënë një adhurim të shkarkuar prej krejta nacionaliteteve dhe të ngarkuar vetëm me një adresë. Ajo është adresa e Islamit, ajo është adresa e imanit. Ati thuhet lebejk Allahumma lebejk, pavarësisht se pika vjen. A vjen pikine, a pi Europe, a pi Amerike, a pi Turqie, a prej Ballkanit, ati e kime thonë lebejk Allahumma lebejk. Tu përgjigjo Allah, kështu lebejk. Krejtin i të thonë lebejk Allahumma lebejk. Kur ta vetë shka jetë thot kinez, ati të thotë lebejk Allahumma lebejk. Çka jeti? A thot amerikan. Se ajo çka e ka bashku është lebejk, përgjigja ndaj Zotit xhelel xhelalu me adresën e Islamit. Shikoj çka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Hajj, surja e 22 me radhë, ajeti 78, thot Allahu te bareke wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dhe luftoni në rrugt të Allahu xhelel ala me luftë të vërtetë, me luftë të vërtetë. Huwa jtabakum, Allahu ju ka zgjedh juve, ju ka zgjedh si musliman, ju ka zgjedh si ummet, jo si grupe. Thot Allahu xhelel xhelalu, wa ma ja'ala aleikum fid-din min haraj. Allahu nuk e ka bë fenë juve të ran. Në fenë juve s'ka kur gjaran. Muslimani falet me energji pozitive, falet me vullnet, me ndise e prit namazin. Muslimani zeqatin e jep me knatësi, e agjeron Ramazanin me knatësi. Allah na mundsof me mri Ramazanin. Gjithashtu ban hax me knatësi, krejt veprat i ban me knatësi, harami me knatësi ele. Pse? Se Allahu t'i ka përgjigj. Nuk ka diçka që ka bën fenë juve prej vështirësive. Millete ebikum Ibrahime, ju jeni në fenë babës juve të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Vini dhe vezër tani kësaj pjesë të ajetit. Kjo është adresa, kjo është thelbi. Këtu duhet të bu përmbajt muslimani, dhe me këta mi mendu gjërat. E jo me thonë se njeriu nëse është me filan ngjyrën, apo me filan adresën, apo me filan grupin, pavarësisht a muslimane i tutët Allahit, a e do Allahin, sa është a i mirë. Por çfarë arsye? Se s'ta ka bot ti qefina. Po shka nësë është i bom kabull të Allahu xhelel xhelalu? Shiko shka thot Allahu xhelel ala, huwa sammakumul muslimine min qablu wa fi hadha. Allahu ju ka qujt juve musliman. Musliman. Vëzër, lexoj ajeti 78 22 2.78. Nuk shkruan këtu pikaje, nuk shkruan çfarë gjuhë e fol, nuk shkruan se ti cilës adresi takon, nuk shkruan se ti ku thirrën cillin slogan, apo nuk shkruan se ti këtu çka e zë vetën a Firdausa Adn, ti nuk shkruan. Huwa sammakumul muslimin, juve ju ka qujt musliman. Dhe ti duhet mu të udhim muslimanin kin, duhet mu të udhim muslimani në Mali, duhet mu të udhim muslimanin në Gaza, duhet mu të udhim sa jam musliman. Dhe ati duhet mi udhim ti, edhe ati duhet mi udhim ti, nëse kini vujtje. Pse? Se je musliman.
se je musliman. Nëse jemi musliman, a nëse ne i shikojmë gjërat ndryshe, atëherë s'kemi të bëjnë me shpjegimet kuranore. Allah thot edhe më herët te pejgamberët e tjerë, edhe në Kur'an Allah ju ka thujt juve musliman. Për këtë arsye vëllezër, muslimani duhet të qenë i shkarkum nga të gjitha adresat e tjera, veç musliman. Ti ke dëshmuar shahadu an la ilaha illallah wa shahadu Muhammadar Rasulullah. Muslimani vëllezër është ai i cili është i lirë prej ti dhe dorës ti dhe të keqës ti këtë muslimant. E sot vëllezër, musliman çfarë janë bë? Është shiko, nëse ti e ban një koment për një musliman se ka gabue, me njerë thojnë, kjo është me tendencë. Nëse i thuja ka qëllue, qysha ka qëllue e kur nuk është i grupit që du të mja qëllue, ti është për shemë, kjo ndodhë vëzër. Kjo është që e ngarkon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në botën arabe dhe në botën tjetër jo arabe ku ka musliman. Ti e gjenë për shemë vëzër, kur njerëzit gjenë energji, komplet mundin e japin për çfarë? Për me botë tefsir disa gabime të një hoxhë të caktuar për shembull të muslimanëve. Si për shembull Sayyid Qutbi rahimahullahu taala. Sikur ai i vetmi njeri në dunjë. Po çka nëse ka gabime? Thuaj këta ka gabime dhe u kri muhabeti. Pse duhet me marr me personalitetin e tij? Pse duhet me marr me ardhmërinë e tij? Pa nuk ka alim tjetër në dunjë që ka gabuar. A nuk ka në dunjë alim tjetër që ka gabuar? Mirë, po kjo është problemi edhe kur ti si shkarkum si musliman, për me thënë për shembull, ai që tu ja ka qëllu, që tu ka gabu, ja marrim ku ja ka qëllu, ja lajm ku ja ka gabu, nëse do Zoti ja fal, nëse do nuk ja fal, robi Zotit sa robi jot. Ama të tillë në umet vëzë gjithmonë ka pas. Edhe Ibn Hazmi është hoxhi muslimanëve dhe ka gabimet e veta. Edhe Ibn Jauzi është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Imam Newawi është hoxhi muslimanëve, edhe i ka gabimet e veta. Edhe Ibn Hajar al-Asqalani është hoxhi muslimanëve, ka gabimet e veta. Edhe Suyuti është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Ibn al-Haytami është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Imam Bayhaqi është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Abu Hasan al-Ash'ari është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Po çka kiti me gabimet e tëne? Çka kiti me gabimet e tëne? Nëse je mujtahid, je studiues i fesë Allahu subhanahu wa taala me kushtet e veta, ka mundësi me thonë çto ka gabuar në rregull, këtu e ka gabuar se mormi, mos e merr, se kur kush na këtu imponon me marr gabimin, por me qenë tendencioz, me qenë i anshëm dhe me e ranu umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, se ky domosdosh duhet me gabue dhe për të kënaqur pushtetet të caktuara dhe qeveritë të caktuara me e bë njeriu shigjet, kjo vëzër a ka të bëjë me muslimanin? A ka të bëjë me muslimanin? O vëzër, hoxhallarët e muslimanëve, imamët e muslimanëve, dietarët e muslimanëve e kanë peshën më të madhe se baba jot, edhe nana jote. Nëse gabon diçka baba jot, a del në televizor me kallzu baba jam unë për hir të Allahit pe kallzu gabimin. Jo, s'del. Pse s'del? Se thu tamam ka gabu, po ani gabim me kapo, s'ba me dal televizor. S'ba me bë publike ata. E si ka mundësi vëzër me urujt babës dikujt në gabimin më shumë se sa një hoxhë? Do të më urujt ndërë vëzër. Huwa sammakumul muslimin. A është prej muslimanëve? Po. Çka mundësi vëzër me u cënu ndëri? Dhe kitë kjo vëzër çfarë argumenton? Se ummeti e vuan mos jetën e pjesëmarrësve të këtij ummeti veç për ummet. Andaj kur i kanë thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala se ti po anon nga ai apo ky, çfarë ka thënë? Jo. Unë sanoj as nga ky pushtet, as nga ai pushtet. Unë jam pjesë e këtij ummeti. Unë jam pjesë e këtij ummeti dhe kështu duhet me funksionuar vëzër besimtari. Andaj çdo analizë që e bën, çdo studim që e bën, çdo gjë që e lexon, çdo lajm që e përcjell në dunjë, këshire nga ana e Islamit, a o musliman që ki po, çka muj minimue? Cili o roli jam kërqit si muslimani? Para se me këshirë ki me kana, se kjo me kana o vëzër është luks, s'ka të boje me fejnë. Feja të ka obligu me dash muslimanin, me ja urrejt gabimin dhe mës me ja dash gabimin, dhe me i marë krejt masat preventive për me largu për ati gabimi. Ama jo me bo buk ata, se helmosh. Jo me bo buk gabimin. Të sunhab buk ushim me gabimet e huaja. E si bëhet kur këto gabime janë njerëzve të mdojtë të cilët kanë dhanë kontributin e vetë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të shkarkohë me vëzër, duhet muslimani mu shkarkohë. Le ta shef, atë që ka e shef të hak thuje, atë që ka e shef gabim thuje, sho gabim, pa ja cënu dikuj nderin, pa ja bo dikan horë, pa ja turpruhe, pa ja marruhe, sepse kjo nuk i ban umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dobi.
Nxjerrë këta gjithmonë në familjarët e tu. A e nxjerrë ti gabimin e fëmijës tanë publik? A e nxjerrë ti gabimin e babës tanë publik? Jo. Po kur u baba jote e fëmija jote më i ndershëm se sa ulemat e muslimanëve? Zban besimtarëve zën me lujt me nderët e njerëzve. Andaj huwa sammakumul muslimin. Allah ju ka qujt juve musliman. Allah ju ka qujt juve musliman. Dhe duhet musliman dhe zë me pas brengën e Zotit, brengën e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Apo kush e ka bëu vëllezër këtë umet vëlla njëri tjetrin? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Aç ka e ka bëu Muhamedi alayhi salam, s'në vën kurkush dunja me prish ata. Aç ka Allahu që ka qujt shtejan musliman, s'në vën kurkush me e prish ata. Andaj besimtari fillim e zhvillim e mbarim i sheh punë veç me islam. Çka thot Zoti dhe çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai çka ja çollon shpërblehet te Zoti xhel xhelalu. Ai çka i gabon kritikohet. Ai çka gabon si mirët gabimi. Por se më ju përcaktue apo mu bë pjesë e ushqimit për tu helmuna me ta, jo. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar nga muslimanët që të shkarkohen nga të gjitha frikat, të shkarkohen nga të gjitha animet dhe ta jetojnë çfarë? Ta jetojnë damarin e këtij umetit, le të dhimbet ky umet, le të dhimbet veç ky umet, pse është umet, se ka thënë shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah. Elusim Zotin e madh që Allahu na bën pjesëtar të këtij umeti hak, na bën ndjekës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bën Allahu subhanahu wa taala që mos të ushqehemi me gabimet e të tjerëve, sepse ata nuk na bojnë dobi te Allahu subhanahu wa taala. Friga prej Allahu xhel xhelal vezër është ajo e cila e nxit muslimanin me jetu fejen ashtu siç duhet. Nga se ne jemi të urdhëruar që të jetojmë dhe të frymojmë dhe të bëjmë çdo vepër të nxitur prej imanit. E ky iman nuk rri patut. Pa ju tut Allahit s'ka mundësi me funksionue. Si të bëhemi njerëz të se i tutemi Allahu subhanahu wa taala. Ka shumë metoda vëllezër, ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyni një varg sebepësh, ne do t'i përmendim disa prej tyre sa na premton koha. E para prej tyre vëllezër, cila është shkarkimi dhe zbrazja e zemrës nga çdo frikë tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala dhe mbushja e kësaj zemre me frikë vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Ajo e cila quhet tahliya wa tahliya. Zbrazje dhe mbushje. Zbrazje dhe mbushje me diçka tjetër. S'ka mundësi vëllezër që njeriu të ketë frikën Allahut pastër nëse ja ka frikën e dikujt tjetër. Dhe vjen vëllezër, këtu frikë tjetër nuk është për qëllim frikë e natyrshme. Nuk është për qëllim frikë e natyrshme. Nga se frikat e natyrshme s'kan të bëjnë, po këtu ka të bëjnë me frikë hiniteti. Frikë e kudretit gajbi. Çka i bie kjo? Rinani më thot, unë i tutna qenve. Çka të bëj me këta? I tutët tigrit. S'ka problem. Madje ka raste për shembull ku njeriu vëzër ka mundësi paralizohet apo e ka fobi e madhe për ndonjë kafshë të madhe. E nuk kanë thënë ti as i tutesh Allahu subhanahu wa taala, jo. Kjo është diçka tjetër, apo ka njeriu që ka mundësi vëzër frigohet për injeksionit. Injeksionit gjilpanës frigohet. E mi thonë për shembull mushrikia, jo. Kjo ka të bëjë me frikë natyrshme. Njeriu ka mundësi me frigohet. A nëse i frigohet frikë hiniteti, frikë ku mendon se këtu ka hise në çfarë? Në fuqin e jashtëzakonshme, e cila s'ka të bëjë me tigrit sulmon të kafshon, ariu sulmon të kafshon. Kjo s'ka të bëjë me këta. Cila është kjo frikë vëllazër? Ku ti frigohesh edhe ngajb. Ai so këtu ti tutesh. Apo dhe mendon se ai ka kudret që i ngjan kudretit Allahu subhanahu wa taala. Kjo është frika. Andaj duhet me u shkarku muslimani nga të gjitha frikat që kanë mundësi me ja mbush zemrën e vet gabimisht me e shkarkue, sikur këtë gotën dhe zë. Kjo nuk i zë shumë gjëra. Tash ka ujë, për me mush me diçka tjetër, dush me espras, me mush me tjetër. Apo, e tani, si ka mundësi nëse një zemër frigohet për diçka tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, si me ja mush me frikën për Allahu xhelala, nuk zëven. Andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, ajo frikë, ajo zemër e cila është e mbushme me haram, se do halallin. Ajo zemër e cila kënaqet me muzikë, se do Kur'anin. Ti do shloj Kur'anin, shloja muzikën kënaqet, se me çata është e musht. Andaj duhet t'i zbrazim zemrat tona nga gjithë shka tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj t'i mbushim me frikë prej Zotit madh xhelle xhelalu. Thot njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, hadithin se ka transmetuar Imam Ibn Majah në sunenat e tina. Gjithashtu i njëjti transmetim është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, të cilën e kanë thënë Imam Hakimi. Çfarë ka thënë vëllazër?
për këtë zbrazje dhe mbushje, çfarë ka thënë? Ka thënë ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Vini edhe këti transmetimi është shumë e rëndësishme. Çfarë ka thënë? Ka thënë ne e mësuam imanin para se ta mësojmë Kur'anin. Thumma ta'allamna al-Qur'ana, pastaj e mësuam Kur'anin, fazdadna bihi imanan. E pastaj ne e shtuam imanin me këtë Kur'an. Kjo është baza se si njeriu e rregullon zemrën e vet. E mbush me iman. Megjithëse Kur'ani është pjesë e imanit. Apo, mirë po, zhytja në ajete kur'anore pa pas një bazë e cila e njeh se për kam bëhet fjalë. Por shembull zot njeriu ka mundësi me lexu Kur'anin komplet. Edhe nuk ndikohet as gjimse ndikimit, as zero ndikim. Për çfarë arsye vëllezër? Se dikush e ka thënë. Andaj mëson njerëz imanin. Këtë Kur'an vëllezër, pse shumica e njerëzve nuk ja ulëshin? Pse nuk ja ulëshin? Sa për njerëz vëllezër Kur'anin e kanë vetëm për statuse. E gjeni status aty, në status në Instagram, një në Telegram, një në Facebook, një në Twitter. Po ndikimi vëllezër, jeta me këtë Kur'an. Ne ende nuk mund me paramendu vëllezër ka kanë bërë muslimanët e parë me Kur'an. Shpesh keni dëgjuar historinë nga sahabët e pejgamberit alayhis salam. Por pjesa e historisë së sahabëve të lidhur me Kur'anin është një pjesë që cilën shumë e muslimanë nuk e dinë. Sa për njerëz e dinë çka ka bëu sahabia tan ditën me Kur'an. Çka ka bëu? S'ka pas mundësi teori mi shkuë dita pa lexuar Kur'an. Apo është e vdektë ajo. Pa lexuar Kur'an është e vdektë ajo. Të jetuar pastaj janë krahasu kush më shumë. Edhe Uthman ibn Affan radhiyallahu ka prin këtë aspekt. Një khatme natën e ka bo. Një khatme natën e ka bo. Ndyrë qate radhiyallahu anhu wa arda. 70.000 hatme i ka bo Ebu Hanifi rahimahullah. 70.000 hatme. Dhe zakonisht vëzë njerëzit këtu kanë problemin nga se i krahasojnë bereqetet me kohën e sot. Dhe të kohën e sot lexojnë një hatme 70 vjet, 70.000 i ka bo në 60-70 vjet. Mirë, po këtu dhe s'ka të boje me kalkulimet e tona, ka të boje me kalkulimet e imanit dhe bereqetet të atyre njerëzve. Andëzër, lidhja me Kur'an dhe mësimi këti Kur'anit, pse nuk e len gjurmën e vetë të kneve, se nuk e dim pika buron. Nuk e dim pika buron. Për këta si ju dhe zërë, aqë më i madh imani dhe friga prej Allahu subhanahu wa ta'ala në zemër, aqë më shumë edhe ajetin e mërë serios. Aqë më shumë e mërë serios. E ty përshemë dhe gjenë shumë, pratë për njëzve. Shiku ka mëri Kur'ani dhe zërë. E mërë njeri ju, i del ati një Kur'an e hecë. Po është muzika, mësani një film, mësani një kujdi qka. Edhe veç që bo Kur'ani qështu, veç hecë. O shbo Kur'ani ajet për një like, o shbo për një share, runa Zotë. Kur'ani dhe zërë është fjallë e Zotë i Gjellë Gjellalu. Atë ditë që ka ngritet Kur'ani për dunjaja, shkatrohet dunjaja. Sikur që ka thanë Ibni Abbas radiallahu an, atë ditë që qabja më nuk kanë e prish ai njeriu të cilën ka paralemru pejgamberi sa të aprish për Abisinis, atëherë mo nuk Allah e shkatron dunjën. Por këta si vëllezër, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Ne mësonin imanin para se ta mësojmë Kur'anin. Do të mësoni kush është ky Zot i cili më flet mua. Me ditë vëllezër, kush është ky Zot? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mëson të njerëzve Zotin e Madh xhelal xhelalu. Andaj tha atij bedeviut, e të dërim Allah, a e diti kush është Allahu subhanahu wa ta'ala? A e di Zotin e Madh kush është? Kur flet Zoti, çish duhet mi mor urdhat prej tina. Pastaj e mësonim Kur'anin. E kur të ketë iman, atëherë toka pjellore, bjen shiu, vjen dielli edhe zefara. Aman tokë jo pjellore, sa dush ajete që, sa dush shi që, sa dush nxjerrën verë, nuk rroko dhe zë. Kur është diçka shterp, jo pjellore, nuk zë. Parmezan do të më kanë pjellore, parmezan do të më kanë shiu, ujë, vaditja, ujitja, do të më kanë fara e mirë, do të më kanë toka e mirë. Këto më apo izmetin, edhe në fund ta jap fritin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, e shtonim imanin me Kur'an. E shtonim imanin me Kur'an. Mu për këta si ju dhe zër, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin zemra të përgatitura, të ba me hazër për me e lexu Kur'anin dhe me mësue. Andaj ti gjejmë se ata kishin reagime të çuditshme, të sa sot llogaritën dhe zër që jashtëzakonshme, që njeriu dhe zër me reagun çat formë. Pitutës madhe për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti shef se si ata sikur që ka thënë Abdullah ibn Omer radiallahu anhuma,
Thot, sahabit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, si ti rrotullonin kur vjen në haram? Si ti rrotullonin? I thonte Abdullah ibn Omeri, djalit vet Abdurrahmanit, kur ta dëgjosh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbyllë. Kur ta dëgjosh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos bëmo polemika, mos bëmo muhabet, se e ka prej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje. Mu për këtë arsye vëllezër, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që i përshkruan Allahu subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Në surën Sajde, ajeti 24 thot Allahu te bareke ve teala, prej mesin e tyre thot Allahu subhanahu wa taala, kemi bër imam. Allahu ka bër imam pejgamber, ka bër imam sahabe, ka bër imam njerëzi të sot prin çështën e Allahu subhanahu wa taala. Yahduna bi amrina, ata udhzojnë me urdhrat tona. Ata e dinë se kur dhenë një urdhër për Allahu subhanahu wa taala është i madh. Lamma sabaru, kur bënin sabër, pasi që kishin duruar dhe në ajetet e Zotit kishin bindje. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje për çështjen e zbrazjes dhe mbushjes së zemrës së besimtarit. Thot, besimtari duhet që të bën hijret me zemrën e vet nga dashuria e dikujt tjetër përveç Allahut në dashurinë e Allahut. E ka një libër të shkruar Er-Risalet Tabukiyye, dhe ka një libër tjetër të shkruar At-Tariqul Hijratain, rruga e dy hijreteve. Çish duhet muslimani me bë hijret? Jo në kuptimin edhe fizik, po kuptimin zemror njëherë. Njëherë zemrën e çon te Allahu, pastaj edhe trupi i shkon i bëhet tabi zemrës. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, besimtari duhet me marr zemrën e vet dhe me zbraz nga çdo dashuri tjetër përveç Allahut, dhe me e mush me dashnitë Allahut subhanahu wa taala. Duhet ta zbraz zemrën e vet nga çdo robëri përveç Allahut dhe ta mbush me robëritë Zotit. Atë çka folëm më herët, të qenurit i lirë nga të gjitha adresat, të qenurit i lirë nga të gjitha animet dhe grupacionet, të jetosh veç çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe nëse ja prish dostit tan, edhe nëse ja prish babës tan, nëse ja prish nanës tane, nëse ja prish evladit tan, se kështu ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çka do të besuarit? Mirë po, t'ja bash rrafsh dostave tu, t'ja bash rrafsh kolegëve tu, t'ja bash rrafsh atij të këtë cilit ti ke interes, dhe pastaj kapësh për kimën e dikujna i cili është hasmi jot, kush ka bëjmë Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Këtu ka vetëm çerume hesape të luktheve të njerëzve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ta zbraz zemrën nga friga pi dikujt tjetër përveç Allahut, e ta mbush ata me tut pi Allahit. Mos ti tutesh kërkujt përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe ti tutesh vetëm Allahut subhanahu wa taala, sikur që thot Allahu xhel xelalu, wa iyaya fattaqun, vetëm prej meje tutuni, veç prej Allahut subhanahu wa taala keni frikë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, robi duhet që ta shkarkon zemrën e vet nga lutja e dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, duke e lutur vetëm Zotin e Madh xhel xelalu. Gjithashtu thot, robi e ka obligim që ta zbraz zemrën e vet nga nënshmimi dhe përkulja para kujtdo tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe përkulja e plot përpara Zotit xhel xelalu. Dhe kjo është gjithmonë njëra me tjetrën, paralel shkojnë. Në kundërtën, e ki këta, se ki këta. Ose, sa ke dhanë piksaj, ke marrë piksaj. Sa ke mush në zemrën tane përkuljet për dikant tjetër përveç Allahut, qatë ka marrë për përkuljes për Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, thot wa hadha bi aynihi ma'na al-firari ilay. Kjo i bie se ajo çka Allahu subhanahu wa taala e ka përmend në Kur'an, në surën Dhariyat, fafirru ila Allah. Ikni drejt Allahut, ikni drejt Allahut subhanahu wa taala. Thot wa at-tauhid al-matlub min al-'abd huwa al-firar min Allah. Thot tauhidi të cilin Allahu e kërkon prej robit është të ik te Allahu, të ik te Allahu. Mos të kesh stre dhe mos të shkon ndërmend në çdo problem tanin, i pari që ka me të shkon ndërmend në rrjetë Allahu subhanahu wa taala. Në çdo sprovë që ka e kije, në çdo të lashe me të cilën ballafaqosh, ai pari që ka shkon me të shkon ndërmend, cili është huwa al-awwal wal-akhir. I pari do të me kanë Allahu subhanahu wa taala, dhe i fundit me kanë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj marrë sebepat. Pastaj marrë sebepat, s'ka problem. Ama i pari që ka shkon ndërmend se tash jam zor, do të me kanë Allahu subhanahu wa taala. Mu për këtë arsye vëllezër, shumica e ulemave e kanë komentuar
se gjëja e parë e cila duhet bëhet te robi në çështjen e mbushjes së zemrës me frikë për Allahu subhanahu wa taala është të zbrazët një herë zemra nga çdo tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Andaj kanë thënë disa prej ulemave se frika e pakt argumenton për mërzinë e pakt. Kurse kur njëri si ka tut Allahit, pse ka gale? Kjo ka gale se ka gale. As nuk e njeh Zotin, as nuk mëson për Zotin, as nuk e ka gale për haramet e Allahut subhanahu wa taala, as nuk e ka gale se ai ka çu farzën në vend e kështu me radhë. Më për këtë arsye vëllezër besimtari duhet ta zbrazë mirë zemrën e vet dhe të pastaj ta mbush mirë me ata çka e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, cila vëllezër, prej sebebeve që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është edhe meditimi dhe mësimi me vrojtim i Kur'anit. Nuk ka mundësi vëllezër ummeti mu rregullu dhe mu përmirësu pa Kur'an. Derisa angazhimi, fillim e mbarim tjetë Kur'ani, muslimani s'ka mundësi më përmirësua. Mi po ki Kur'an dhe kjo angazhim me këtë Kur'an, jo në kuptimin se njerëzit plot mendojnë se janë të angazhuar me Kur'an, por realisht ata nuk janë të angazhuar me Kur'an. Ata nuk janë të angazhuar me Kur'an. Na më shumë kena angazhim me a imponue tjerëve që s'pe morrin vesh Kur'anin se sa na që punojmë me Kur'anin. Apo ne më shumë na intereson me ja prish dikujt shtëpinë se me ndrejt tonën. Kjo është problemi i madh. Kjo është problemi i madh i umetit. Ma shumë thot, ani, unë s'kam shtëpi, ama kam ja prish atina. O vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndrejt shtëpi. Ka ndrejt Mekkën dhe Medinën. Ka bëu shtetin e muslimanëve, shtetin e fesë së Allahu subhanahu wa taala. Mu për këtë arsye, o vëllezër, besimtari duhet një herë me ndrejt shtëpinë e vet, pastaj me e prish një shtëpi që nuk qëndron në shtyllat islamit. Jo na me thon, nani mes kena shtëpi. Umeti dhe zërkoj ka shpijën tash. Umeti më nësa ma ka shpi. Jo, qka ka dobi që ja prishe dikuj në shpijën? Zana se këtë armisht që ki mujtë, po ti për veti më rëski shpi. Ku është i kryet? Por këta që jo dhe zër, Muhamedi a.s. u a kishtë ndrejq muslimanëve shtëbin, pastaj shpijat e këqia i ka prish rën më rën. Ama jo ti mu angazhue me këtë Kur'an, me e prish të njërës, ta prishim batilin. Po për mëse e prish batilin, a i bi kjo që e kitë vërtetën me veti? A ki shpiti për veti? Andaj mos qëtë vëzër njëherë shkatrimi para ndërtimi. Ndërtojnë e shpjen tane, regulojnë e shpjen tane, forcoj kam të tua, pastaj vjen edhe rada me a prish dikuj tjetër shpjen. Hamana imi të angazhum mi ka dhu dikuj tjetër sa në gjenem li, para se me ditë se ku jemi na. A i ti gjenet li? Wallahi vëzër njëri ju me pas dekret pizotit që janë gjenet li, pikzimit madh nuk i kishin interesu ku janë të shkuqert. Ha? Pikzimit madh. Pikzimit madh dhe zër ju kish dhimt pse dikush së n'ka i që të kuhina une. Njeri ju dhe zër me pas një vull pe Allahu subhanahu wa ta'ala, që ti e gjenet li, me emër me mbe emër. Wallahi pikzimit madh ju kishin dhimt edhe armiq të cilët s'kan him këtë islam me e shiue qatë që ka shiue muslimane. Këta dhe zër nuk i në të thonë e thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Hapen Kur'an surën 36, surën të cilën na zakonisht fatkeqësisht ja lexojmë dekmive, surën Yasin. Ajo është për gjallët. Ajo është për gjallën se Allahu tregon për pejgamber. Hape surën e 36 në Kur'an, Mushaf, që ta tregon vëllezër se besimtari duhet me jetu me Kur'an, e jo vetëm me e te kalue atë si diçka e cila bëhet vetëm për mezhlise, seminare apo gjëra të cilat besimtarët e përdorin Kur'anin për çështjet e veta. Shikoj vëllezër, Allahu subhanahu wa taala çfarë na tregon në surën Yasin për një njeri i cili e ka përgëzuar Allahu se i gjenet li. Shikoj. Në surën Yasin, surja 36 në Kur'an, nga ajeti 20 thot Allahu te bareke ve teala, "Wa ja'a min aqsa al-madinati rajul." Allahu jera i ka dërguar 3 pejgamber me një popull. Besoni Allahut, besoni Allahut, besoni Allahut, besoni neve. Krejt i kanë refuzu. Allahu thot, "Wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun." Ardh nga qoshim qytetit një njeri, se ka përmen emrin. Dhe shumë interesant vëzër se në haxhin e lamtumirës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë pjesë 100.000 sahabe, o rivajeti më i pakt 114.000 sahabe, 120.000 sahabe kanë marrë pjesë në haxhin e lamtumirës. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ka një libër al-Isabe, ku i ka përmen këtë sahabët e mundshëm që ka na i dina, këtë sahabët. Numri ma i madh që ka ardhur
sa sahabeve jaudina emnin, sa është? 120.000 janë konë në Kabe, në haqë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani thot, maksimumi i emrave me rivajetet daif, me të fort, janë 8.000. Veç 8.000 sahabe ju dihen emrat. E kur janë ato 100.000, 110.000 tjerë, 112.000 tjerë, në bazë të transmetimit 120.000, nuk i dim që kanë emrat. Bazat e sahabu do konë, s'ka pas merak me njoft kërkush. A dhe ata shka janë njoft, s'kan pas merak me njoft. Imam Ahmedin kër e ka njës me njoft njerëzit, ka thonë pasha Allahin, në sabaj aksham kam qef me dek. Ka thonë pëse ki qef me dek? Ka thonë se jam sprovu me këtë punën me të njoft njerëzit. Ka thonë vallaj kisha pas shef në qosht me kësë që ati dikun tjetoj, e të ma mora Allah i shpirtin. Pse o dhe zër, sot njerëzit thonë, habe pak, banëve që ti, një lajkëve, bëni shareve, hajdeve për pak. Jeton i und, vun. A nuk e di sa janë sprove Zoti xhelle xhelalu? Sprove është Allahu subhanahu wa taala. Shikoj se çka thot Allahu xhelle wala. Erdh pin çosht qytetit një njeri. Yas'a tu vrapua. Ja qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ka thon o ju njerëz, o populli jam. Shkoni mas pejgamberëve. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shkoni mas këtyre të cilat nuk lypin për juve kur gjë jashta që t'jeni të udhëzuar, të udhëzoni sepse janë vetë të udhëzuar. Thot Allahu xhallahu ala, wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ka thon ky njeri, pse unë mos ta adhuroj Allahun xhallahu xhelalu, i cili më ka krijuar dhe te Allahu kthehemi. Pastaj attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a. Ka thon, si ka mundësi të adhuroj dika tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, zota të rrejshëm, kur Allahu Rahmani me dash, me mgodit, me një zarar, kur kush sën ma largon këta me ndërmjetësimin e vetë. Pastaj thot Allahu te bareke ve taala, wala yunqidhun, dhe ka thon ky njeri, së në më shpëton kur kush pi Zoti xhelle xhelalu. Andaj thot Tahir ibn Ashur rahimahullah, thot, prej argumenteve të Zotin tokë dhe prej meritave se ai meriton të adhurohet është se ai e ka ndor jetën dhe vdekjen. A dhe ka thonë subhanalladhi qahara al-ibada bil maut. Ka thonë i madh është Allahu dhe i lartë, ai i cili ka mposh robët e vet me vdekje. Kur kush ta merr shpirtin për vetë Zotit, andaj mos u tut. Shpirti ta merr vetë Zoti xhelle xhelalu. Wallahi billahi njerzit kalojnë na për luftra. Edhe prap nëse ka shkruajt Zoti mos më jamor shpirtin, s'ja merr. Prap nëse shikoni rast në Gaza, i burgost me gjykim 2000 vjet. 12 vjet i ka jetu dhe ka ik. Dhe ka shpëtu Allahu subhanahu wa taala. Ku ta shkruaj Allahu me jetu kot janë gjykimet e njerëzve. Ti noje sa dush letra ti 5000, 4000 vet ka menet ky burg. Allah e ka shkruajt me jetuaj. Andaj do të jeton. Por këto si vëllezër, shikoj çka thon. Vetë Zoti më mshton. Andaj pse ta adhurojmë dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë atëra unë kisha humbur rrugën. Inni idhan la fi dalalin mubin. Këtu të kisha humbur rrugën. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Atëra ka thënë unë kam besuar Zotit juve, andaj më dëgjoni. Qila. Këtë njerë e kanë myt. Se ka thirrë te pejgamber. Dhe shikoni masje e ka përgëzu Zoti me xhenet, çfarë ky gëzimi madh me xhenet çka i ka bëu këtij njerit. Andaj xhenetlia, a dini se ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhenetlian? A dini se ka thënë Imam Muslimi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, a doni me di çfarë zemre ka xhenetlia? Ka thënë zemra e xhenetlia është si zemra e zogit. As do mi bë dam kërkujna, as do mi bë sharr kërkujna, as do mi bë as një telash, as do mi bë kërkujna. Apo nëse shkon te dega me nejt, apo nuk të ranon as degën, i let, ka thënë Imam Nevawi, ka përqëllim sa shumë i let, i padamshëm, apo nëse shkon ti me dëmtu, largohet, ec, udhën e vetë. Shikove zër, Allah e ka përshkujt me xhenet. Allah në bëbë për xhenet livi, ja Rabbel Alamin. Wallahi, këtë dunjaja dhe zër është veç bela e sprovë, edhe vetëm raskapitje, vetëm lodhje. E besimtarëve zër mësë më kanë islami, mësë më kanë imani, mësë më kanë deri dhe morali dhe familja. Por çka jeton këtë dunja dhe zër? Për me dëgju të shame për dita, për me të ofendu njerëzit për dita, për me të kallëzu njerëzit duke i zbraz helmet edhe zilit e veta për dita.
atëri shkon vdekja më e dashur se sa jeta mos me kanë një grumbull gjëra të cilat Allahu subhanahu wa taala e gëzon robën me ta. Qila dukhulil janna. Allahu ja thot ne i tham atij hyn xhenet. Allah na bëf nasib. Çka ka menu ki alama se u ka bëu xhenet li? Çka ka menu për sta njerëz që e kanë mbyt? Edhe ki u ka bëu xhenet li. Qala ya layta qaumi ya'lamun. O miri populli jam me kon me dit kukumione. Çfarë shpërblimi më ka dhënë Zoti i Madh subhanahu wa taala. Mu kanë ato mos kishin bërë çështu të kishin hyrë Islam. Ya layta qaumi ya'lamun. O mirët këta të cilët nuk po dinë se sa gabim kanë bërë. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Ka thënë Allah më ka ndëru dhe më ka lartësue dhe më ka bëu xhenet live. Allah na bëf nasib ya rabbul alamin. Dhe zot njëti ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se thot Ibn Hazmi rahimahullah, nuk ka cilësi të mirë çka e ka pas një pejgamber. Mos flasim për njerëzit më thjesht, vetëm se një pjesë e asaj i ka ndodhur edhe Muhamedit alayhi salatu wasalam. S'ka dëni të mirë vetë se Muhamedi sa më ka bë. S'ka dëni sprov që dikush e ka pas për pejgamberve vetë se Muhamedi sa më ka pas. Për këtë arsye është khatemen nebiyin, vula e pejgamberve. Sa ajo i kompletuam i krejtëve. Ajo është më i përsosur i njerëzve. Kur ka shkuar në Taif, e njëjta i ka ndodhur. E kanë gjujt me gurzi. Çka ka ndodhur vëzër? I kanë mbledh paria, i kanë mbledh do çment. Budall. Edhe kanë thonë, "Shtash ka me ka përcini njëri, apo edhe gjuni me guri." Sigur që plot për njerëzve ndodh vëzër, çka i thonë thë makineria e komenteve, apo këto mizat e komentuesve, ku ti nuk presin një hadith me nxjerr, apo një fjalë të një ulemave me nxjerr, apo një fjalë një dietarit me nxjerr, apo një qëndrim për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pas. Mini herë shlohen mizat. Mini herë shlohen mizat. Mizat ku i çelin ka 3-4 akonta për me të komentuar. Kjo vëzë se ata thamë fillim nuk janë shkarkuar për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasallam. Mu për këtë arsye vëzër i thanë gjujin e këtë njeri me gurzi. Dhe e gjakosën dhe derisa thot Aisha radhiyallahu anha e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, a ma shumë ki vujt në Uhud? A ka doni vujtje tjetër që ki pas më të madhe? Ka thonë po o Aisha, ti se din Taif çka më ka ndodhur mua. Mi kanë shlu budallët me më gjujt me guri. Mi kanë shlu budallët dhe zër. Jetojmë në kohë shumë të vështirë e cila i ngjason kohës me se askush nuk i afrohet Muhamedit alayhi salam. Edhe mas ju ka gjakos, thot atë shumë e humba këndjelljen, kthjellmën, sa që u alivanosha prapu kthjellsha. Edhe u majsha në përkodra. Kjo i ka ndodhur Muhamedit alayhi salam. Derisa i ka ardhur meleku i kodrave bashkë me Xhibrail alayhi salam. Ka thonë ki selam për Zotit. A ti bojna bashkë të di kodrat, ti zojna këto kitë mes. Kale la, i jo tha. Ja lejte qaumi ya'lamun, jo tha. Inshallah Zoti xhelle xhelalu shpresoj që nga fara e këtyre njerëzve zullumçar, nga kurrizi këtyre, me nxjerr një popull i cili ka me dëshmu la ilaha illallah. Dhe Allah e ka bot Taifin musliman. Dhe sot pim Taif bëhet umre. Dhe Taif jo musliman. Dhe pe asaj kohë. Unë për këtë arsye o vëllezër, zemra e xhenetlijës është të zbras për këtë gjërave tjera jashtë Allahut dhe atë që e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari duhet ta mediton Kur'anin Allahu subhanahu wa taala që na ka urdhëruar Zoti i Madh te bareke ve teala. Në lavdratën e njerëzve që meditojnë në fjalët e Zotit në surën Al-Anfal ajeti 2 thot Allahu subhanahu wa taala innamul mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Thot Allahu subhanahu wa taala besimtar. E fjala innama është gjithashtu nda djetarët tufidul hasr. Kjo lidhësja innema, kjo shpesh vetëm në Kur'an dhe kush e ka mësuar tajvidin e di, e lexon me theks të shtrëngimit. Innema. Çka është kjo innema? Inni është vërtetim, maja është mohim. Ku të bëhen bashk është çfarë? Veç që ta janë çështu, çka po flasna. Çka thot Allahu xhelalu ala? Besimtar të vërtet. Pra veç këta janë çështu besimtar që duhet. Janë ata të cilët kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu. Edhe kur t'ju lexohen ajetet e Zotit, i shtohet imani. I shtohet imani. Dhe kjo vëzër mund është me provu të vetvetja jote. A dridhet zemra në emrin e Zotit, a nuk dridhet? Shumë e thjeshtë.
Shumë e thjeshtë. A dridhet zemra kur përmendet Allahu subhanahu wa taala, apo runa Zot emri Allahu te na është bën një emër i zakonshëm? Allah, e ke bënë Allah, ka thënë ka Allah është bërë emër i zakonshëm, jo emër i përvetshëm, jo emër i madh. Me thënë Allahu subhanahu wa taala, Zoti i gjithësisë, Rabbul Alamin, ai është Zoti jon, ai na ka kriju neve. Ne jemi rob të atina. Emri i Zotit është vëllezër emër i madh. Allah thot Sabbih isma rabbika, madhnoja emrin e Zotit tan. Ti çka thon se edhe në ruku? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. E madhnon emrin e Zotit tan. Andaj kur të përmendet Allah do të më dështu imani. Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe mbështetën vetëm te Zoti i tyre. Gjithashtu vëllezër, Allahu xhelle xhelalu kur i ka përshkruar besimtarët e sot i bindën vetëm Allahut subhanahu wa taala, surën Maryam ajeti 58, thot Allahu xhelle xhelalu idha tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Thot Allahu subhanahu wa taala kur u lexohen ajetet e Rahmanit besimtarëve apo pejgamberëve që shkojnë transmetime edhe komente, kharru sujjadan, bin sejdë, wa bukiya, dhe qajnë. Dhe qajnë për hir të Zotit subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër, prej gjërave të cilat kanë ardhur te çështja e Kur'anit është edhe një hadith të cilin e transmeton Ibn Abbasi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot qala Abu Bakr radhiyallahu an, ka thënë Abu Bakr radhiyallahu an, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, qad shibta, ka thënë o i dërguari i Allahut, je thin, je zbardh. Dhe vini re vëllezër këtij kujdesi të veçantë që ka pasur Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ka përcjell edhe kimët e mjekës dhe flokës. Ka thënë qad shibta ya Rasulullah, je thin ya Rasulullah. Fa qal, atëri ka këthi pejgamberi alayhi salatu wassalam, shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më ka thënë, më ka zbardh mjekrën surja Hud, surja 19 në Kur'an, e cila vëllezër ka sjell aty prej kërcënimeve kuranore dhe prej përfundimeve të zullumçarëve që nuk ka asnjë sure. Allahu jan, lexoj surën Hud të shtëpia. Lexoj çdo sure që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më kanë thënë këtë sure. Se tu i lexu këtë sure, më kanë thënë prej lajmeve të rana, sikur që do të vim, se njëra prej gjërave të cilat e shton frikën të robit, cila kur e merr një lajm. Kur e merr një lajm. O vëzër, thot Ibn Jauzi, njëri me morr një lajm se i ka ndruar jetën një familjar, këtë cenat i prishën çat ditë. Këtë lejm ka. Me morr lajm tran, ka vdek dikush. Thot, këtë bajat i ban. Para më non thot sahabët kur e kanë lexuar lajmin kuranor, se çka njëri me çdo cilësi i në xhenem dhe ka përfituar veten, ky lajm ja ka prish këtë ditën aty. Said ibn Jubair u ka qenë natën, midis natës u ka qenë. E ka trishtuar nënën vet, ka thënë o bir, shumë po qohesh natën. Ka thënë ojna, po më kujtohet be xhenemi. E kur pe di që muj me hi aty, s'po bona rahat. Po më kujtu filan ajeti, më kujtu filan hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ma ka thin, pra më ka zbardh thinjat në mjegrën surja Hud dhe surja Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, kiameti, kur ndodhe kiameti. Shikoj vëzër, njerëzit sot jetojnë krejt kundërtën e asaj çka thot Kur'ani. As që i mirët që ka më bo kiamet, as që i mirët që ka ditë gjikimi, as që i mirët që kena me dalë para Zotit, as që i mirët që kena me dalë para peshorës, kena mu matë, ka me nëndzirë Allahu gjithë dvogre dhe të madhe. Ketë, andaj liberalizmi është ketë e kundër të asaj që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Të thojnë, kena me bo mirë këto veç kena me bo mirë. Avo, paladar dhe rrejnat. Allahu gjithë e ka malku vëzër këtë botë. Sën, a mundet me ja hek dikush këtë malkim? A mundet me ja hek dikush këtë malkim? Së mundet vëzër. Nëse që këtë telefon ta blokon firma pjagjesh, ka e ka kryuë, që e ka prodhuë këta, o ti mësanina veç për plastik më nëshme përdor këta, për kur gjatë tjetër. O vëzër, aji cilë e ka kryu dunjajen, aja e ka malkuë. A mundet dikush me aje këtë malkim? Dhe thonë, jo, na kena me bot gjenet. Bus bon. Andaj pranoj e qështu qyshash. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, e malku me dunjaja, dhe në qka ka në ta, përveç qka ka lidhe me Zotin. Allah në bo për atyre së të kanë lidhe me Zotin e madhë, subhanahu wa ta'ala. Lezore surën Al-Waqi'a, e cila të bje kiametin parasimve, e cila të nëzirë
kiametin parasive. Lexoje surën El-Mursalat, ka thënë alayhi sallam, edhe surja Mursalat. Surja El-Mursalat dhe surja Amma yatasaalun anin naba'il azim. Thot Allahu ja, çka janë të bëjë muhabet arabët për lajmin e madh, për kiametin, e të bëjë këtë muhabet, pastaj ka vazhduar Allahu ja me tregue deri në fund. Dhe pastaj ka thënë edhe surja Wa idha ash-shamsu kuwirat, kur dielli të mbështillet. Komplet diellin vëzën e merr Allahu dhe mbështill. Dhe fillon edhe e bën kiametin. Allah na rujt nga ajo ditë e madhe. Allah na rujt nga gjunat se ti kena bë për Zotin, para Zotit të Madh te bareke ve teala. A na ditë vëzër kit që të muhabetet shumicë e muhabeteve tona kena me pas që gabime kena bë. Shumica e angazhimeve tona ka me dal atë ditë që gabime ke pas. O kit gabime angazhuar. Apo a keni vallë njerëz që thonë njëri ka 1000 probleme. Tamam ta rokën i smuj, kit 1000 probleme ti bën një problem. E atë ditë në kiamet, këtë problemet të njerëzimit, miliarda njerëz kanë më bërë vesh një problem. Cila është ajo? O Allah, mos na shtin xhenem. Kretë çdo probleme që ti zmadhon, se dunjaja ato probleme, o gjo su bimrina punë do gjo. Kur su bimrina na biti dunjaja. O kena zmadhon a gjorat. Se njeriu vëzër i zmadhon gjorat. Se dunjaja e madhe në zemrat tona dhe të mëdha janë punë të dunjajës. Ata çka dunjana kanë pas vogël, punë të dunjajës. Janë kanë vogla. E kanë vetë një bedevi. Bedevi janë njerëz ndacak që jetojnë për shkretina. I ka bo mbi 120 vet. Edhe kanë shku do njerëz me vetë se 120 vjet me jetu pas muje, pa probleme. Ka një mënyrë tjetër si e ka jetuar. Edhe i kanë thënë, çuçi ke bon 120 vjet këtë dunja. Qase umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka mesatar 120. Domthonë jashtë raste të jashtëzakonshme. Ka thënë çuçi ke bon 120 vjet këtë dunja. Ka thënë shumë thjesht. Ha, shumë thjesht. Veç me 2 rregulla e kam jetu jetën. Veç me 2 rregulla, jo 3, veç me 2. Ka thënë ka thënë 2 rregulla. Çfarë 2 rregulla? Ka thënë kur se kum lodh krijen me punë të vogla. Rregulla parë. Me punë të vogla smirna. Çka diçka e emt, çka s'ka vlerë, çka s'ka çmim, s'ja vlen me lodh krijen për ta. Ka thënë kur se kum angazhu trunin me ta, se kum marr nga zemrës. Ka thënë rregulla e ditë. Rregulla e parë më e madh. Mos u angazhohem me gjërat e imta që s'kan pesh. Ka thënë rregulla e ditë. Ka thënë kërejt që ka të baje me dunjajnë dhe qefët e kësaj bota e vogël, e imt. Dhe që shiko shumicat e njerëzve për çka angazhohen. Psa i stresat, psa i në depresion, psa i ngarkum. Mi thamë për shumë të njërit, abe shumë kanë ngarkue. A thot, po bese tanë natën pram një transmitim të Bukharius së në lidhshme të muslimit. Jo, vëllo, se ka këtë gajlaj. Një ajet e përlezu surën Ali Imran, ama mësanin në surën Hud nuk mësha. Se ka këtë gajlaj. Qfar ka gajlaj? Pasuri, bot, dunja. Andë shiko dhe zër, njerëzit e thjesht e kanë jetu me regula thjeshta. Mos u mirë me punët, mos i jep punëve dvogla qmim, edhe ta di se punët e dunjajës janë dvogla. Punë e madhe dhe zër është puna me Zotin. Punë e madhe Kur'ani, punë e madhe imani, punë e madhe nderi, punë e madhe ftira, punë e madhe është jeta me Islam. Puna e madhe që shkena me vdeknë, Allah na mësot me iman, ja Rabbal Alamin. Çto punë janë të mëdha. Gjërat tjera janë gjërat vogla. Shkojnë njerëzit vdesin dhe për ditë dhe kur kush nuk ja u ban, o ja ban muhabetin. A dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se ajo e cila ma ka bërë mjekrën e bardhë është çfarë? Është ky varg surësh. Thot El Munawi në komentin e këtij hadithi, thot kanë thënë dietarët se cili ka qenë sebebi që këto sure e kanë zbardh mjekrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë thënë ndoshta sebeb që në këto sure ka prej friksimit të ashpër dhe kërcënimit të fuqishëm, megjithse janë të shkurtra, por goditjet i kanë të forta. Pra nga lajmet e këtyre sureve, nga lajmet e këtyre sureve të cilat përmbajnë në vetveten e vet lajmet e zullumçarëve dhe kafirave dhe pabesimtarëve, të cilat Allahu i ka shkatruar gjenerat pas gjenerate, në të cilat i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Thot Imam Ibn Gjeriri, dietar i shquar i muslimanëve, thot në çështjen e meditimit dhe ndikimit të këtij Kur'ani në zemrat e besimtarëve, thot inni a'jabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yaltadhu bi qira'atihi.
Ka thënë Ibn Jarir at-Tabari, thot unë çuditem, unë nuk mund ta kuptoj se si ka mundësi dikush i cili e lexon Kur'anin dhe nuk e din kuptimin çka po thot Zoti i Madh subhanahu wa taala, si ka mundësi mu kënaq me këtë Kur'an. A vëzër, kjo është thirrje për çdo musliman që të mundohet ta lexon Kur'anin, po të mundohet ta kupton. Ta kupton se kuptimi e qëllimi. Nëse ti ta jap dikush një letër, dhe ta ka qu për shembull kinezisht, po ka të bëjë me ty ajo, ka të bëjë me ty, me çështjen tënde diçka, ka të bëjë me jetën tënde. A mundet më kanë qëllimi dërguesit letrës? Ani pse se merr dash, ani ta lexoje. S'mundet më kanë qëllimi. Sepse ty thu po, unë e lexova, po s'mora vesh kur çka më thon. Qëllimi i Kuranit dhe zot, thotë që i xhulisam të mia, s'mundet më kanë me e botë xhvit harfin kur ti s'e ke marrë vesh fjalën. Dhe zot, Allahu ja 114 sure mbi 6.000 ajete. A mundet me kanë qëllimi i Zotit me na i dërgu këtë Kur'an, vula e librave me vulën e pejgamberëve, edhe me thonë qëllimi, ani pse se morin vesh të ta lexojnë ato. S'mund të bëj qëllimi. Qëllimi i Kur'anit është që ne ti marrim mesazhet e Zotit. Kur ta lexosh një kërcënim kuranor, nalo. Kur ta lexosh një premtim kuranor, nalo lutë Allah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur bante namaz natë, çfarë bante? Nëse kalonte pranë xhenetit, thotë o Allah bana më piçtyve. O Allah bana më piçtyve. Nëse kalonte nga banorët e zjarrit, thotë o Allah largon piçtyve. Largon banorët e zjarrit. Kjo është ndikimi i Zotit. A do të Imam Ibn Jarir al-Tabari, unë çudit na thotë, çish mundet një njeri i cili lexon Kur'anin, se kupton çka po thot, edhe kënaqet. Edhe janin shihen, s'ka mundsi. Andaj sicili tash është e diçme se s'mundon na ke vëzër me u bë dietar dhe ulema dhe me mësue gjuhën e Kur'anit, qase ajo do angazhim, ajo do përkushtim. Mirë po, me përkthime të shumta, me përafrime të shumta, me ligjërata të shumta, vëzër besimtari ka mundësi me u afro kuptimit. Një sure me morë vëzër me lexue disa herë në gjuhën shka e kupton, e pastaj me morë dhe me gjuhën që shka zbiti e anës Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe me shiju ata, me shlue në dëgjim Kur'anin, dhe një recitus të mirë që lexon Kur'anin mirë me tajwid, si Abdul Basit, si Husari, si Minshawi, apo ka plot të mirë. I po këto janë ata të cilët kryesojnë në listë, edhe me e përcjell me përkthim. Jo më bo hoq, me thonë, që e kushia jam këtu, e pa që kish me një gjenem. Jo kështu, për vetën tane me lexue, për më knash ti me Zotin tanë, për ti me regullu vetën tane. Jo me gjitha ti kushit e kolegët e dostat, jo, vetën tane me e gjithë. Më për këtë asyje, thot, Imam Ibn Jarir at-Tabari, thot, unë që ditë në qysh dikush e lexon Kur'anin, nuk e kupton që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe si knashet me ta. Këtu është vëzërdaj dallimi thelbësor, se sahabët së një ndapi këti Kur'ani, ana e në ndam. Njani për neve vëzër, së mban sabër, me bo me ju nalë vifia, copa bëhat, abe shloma, ala bukën, shkon restorani, dhët, shloma një arvifia, më zani për ma bukën. Së në rej qëkisht, së në rej offline, për çka? E ka mund që kur kush të thirë, kur kush ka, ani dhët, ledhëm, së në rina pa internet, së në rin pa 4G, pa 5G, pa lidhje. Si ka mund që vëzër kjo zemën me nejtë, offline, e këput, e shkëput, e loth, duke mos e lexuar librin Allahu subhanahu wa taala. Ana vëzër, e dyta prej rrugëve që na bëjnë prej njerëzve që i tutmi Allahu subhanahu wa taala është t'ia lexojnë fjalët atina, me fjalët e Zotit. A dini vëzër, këta kemi përmendur shpesh, dhe ka përmendur që i kusam të mjetë, me këta përfundojna. Kretë që ka të qepsh në dunja, kretë, që të shka shë, kretë të krijume, kretë është të krijume. Dunjaja, qila, toka, uji, ti, gjithçka është e krijuar me përjashtim të fjalëve të Zotit. Këto janë të krijuara vëzër. Jo materiale, këta e ka prodhuar fabrika. Jo, as fleta, as ngjyra, po fjala e Allahu subhanahu. Kur thuaj ti thu elhamdulillahi rabbil alamin, kjo nuk është e krijuar. Allahu e ka thënë. Allahu xhela ka thënë këta. Ar-Rahman ar-Rahim. Allahu e ka thënë xhella xhelalu. Mu për këtë arsye vëzër, s'ka mundësi që robit i tutët Allahit s'ja një lafët, s'ja një fjallë, s'ja një fjallit, s'ja disurët. Andaj të lexojmë Kur'an, të mësojmë Kur'anin, të përpiqemi ta kuptojmë që ka thanë, në mënyrë që kjo të ndikon në zemrat e tona, e pastaj të tutemi autorit të kësaj fjale.
Ajo është Rabbul Alamini, Zoti i botrave. Pastaj do të vazhdojmë me lenin Allahu subhanahu wa taala të përmendim edhe disa sebepe, edhe disa mënyra se si duhet besimtari të tutet Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala zemrat tona të mbush me devotshmëri, Allahu të mbush me frikë prej Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu të na ban që zemrat tona të mbushen me Kur'an, ta lexojnë Kur'anin, ta meditojnë Kur'anin, ta dojnë Kur'anin, t'ja përcjellin evlatëve Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu të ndihmon muslimanët kudo që janë, sidomos vezit tonë të cilat janë në hjeka e gazepe e vështirësi. Allahu t'ju ndihmon, Allahu t'ja zbet rahmetin. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu ta ndihmon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa agresorët e zullumçarët të cilët bëjnë zullum në tokë, Allahu ndërmjet vetë i shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.